Po, jam I kënaqur se për herë të parë u takova me komandant Kapigjiozën për disa fjalë për zonën e sigurisë për ngushtimin e zonës, por aty ne jemi me kom ngulje që NATO-ja mund ta bojnë, por sigurisht ka me pas pasoja të mëdha edhe më tutje. Aty jam I kënaqur disa sugjerime jashtë zakonisht janë të mira për të dyja palët. Të ulmin bisedime, bisedojmë, por e shifni edhe vetë se serbët sot tanë ditën kena pas luftimet të repta, kanë pas granatime me 120, me tankësh, me topa, me këtë lloj kalibrat të armëna kanë sulmu ndaj pozicionet tona.